nderuar zotëri Arkim Pejpaj, kryetari i shoqatës Gjergj Kastrioti Skënderbeu, në Zvicër, i nderuar zotëri Paulin Zefi, drejtori i Muzeut të Lezhës, i nderuar profesor Nusret Llama, i nderuar zotëri Anton Nikolla, Visar Obelli, kryetari i Rrjetit të Bizneseve Shqiptare të Zvicrës Qendrore, profesor Nasar Ulaj ka Japshi, familjarë të dëshmorëve, invalidëve të rënd luftës, profesorë të shoqatave, ansambleve e mediave të dashur bashkëdhetar, zonja dhe zotëri. Është nderi veçantë të jem sot mes jush në këtë manifestim përkujtimor, kushtuar 621 vjetorit e lindjes së kryeheroit tonë kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, figurës që mishron krenarin, qëndresin, mençurinë dhe identitetin e kombit shqiptar. Sot nuk kujtojmë vetëm një figurë historike, ne nderojmë një trashëgimi të gjallë që vazhdon të frymëzojë shqiptarët kudo në botë. Skënderbeu mbetet simbol i bashkimit tonë kombëtar, i sakrificës për liri dhe i besimit të palëkundur në mbrojtjen e identitetit dhe vlerave tona kombëtare. Në një ditë si kjo, është e pamundur të mos shprehim respektin dhe menjohin më të thellë për kryeherojt dhe herojt, tu fillu prej Skënderbeut e deri tek heroi ose kryeheroi i luftës fundit, komandanti lezetore Ademi Çori. Është e pamundur po ashtu të mos falenderojmë e të shprehim njohje për gjithë luftarët e lirisë, për invalidët e luftës e për ish burgosërit politik, të cilët me sakrificën e tyre kanë mbajtur gjallën e idealin e lirisë dhe identitetit kombëtar. Historia jonë është ndërtuar mbi guximin e burrave dhe grave që nuk u përkullën para patrisime, dhe që besuan në tarmën e popullit shqiptar. Mbledhja shqiptare në Zvicër ka luajtur dhe vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e identitetit tonë kombëtar. Shoqata të tilla si Gjergj Kastrioti janë ura të fuqishme që lidhin historinë me brezat e ri, duke kultivuar ndjenjen e përkatësisë, krenarisë dhe dashurisë për gjuhën, kulturën dhe traditat tona. Për këtë arsye do të shpreh një falënderim veçantë për organizatorët e këtij manifestimi, veçanërisht kryetarin zotërin Arkim Pejpaj dhe të gjithë ata që kanë kontribuar për bërë këtë ditë një moment bashkimi, reflektimi dhe krenarie kombëtare. Po ashtu është nderi veçantë se sot të kemi praninë e zotërit Paulin Zefi dhe zotërit Refik Gallopeni, kontribues të rëndësishëm në ruajtjen dhe promovimin të trashëgimisë kulturore e historike. Në këto data si kjo duhet të kujtojmë gjithmonë se forca jonë gjithmonë ka qenë dhe mbetet uniteti. Ashtu si Skënderbeu bashkoi principatat shqiptare në kohë të vështira dhe edhe sot e kemi përgjegjësinë që ndrojmë të bashkuar, të mbështesim njëri tjetrin dhe të investojmë në edukimin e brezave të ri me vlerat më të mira kombëtare. Më lani në fund që në anën të Konsullatës së Republikës së Kosovës në Zyrich të ju falenderoj për këtë organizim të shkëlqyeshëm, të kësaj ngjarje me rëndësi të madhe historike dhe uroj që kjo aktivitet të mbetet gjithmonë kështu siç është, tradicional e me shumë rëndësi. Faleminderit shumë për mbështetjen, faleminderit shumë për dashurinë që keni për shqiptarinë e paqen për gjithë shqiptarin. Faleminderit shumë.